Për të maksimizuar sasinë e lëndëve ushqyese që merrni çdo ditë, ju duhet të dini të zgjidhni me mençuri ushqimet që përmbajnë sasinë dhe shumëllojshmërinë më të madhe të lëndëve ushqyese që na bëjnë mirë për organizmin tonë. Po cilat janë 10 ushqimet më të pasura me lëndë ushqyese në botë dhe vlerat e tyre ushqyese? 1. Salmoni. Salmoni përmban shumë acide yndyrore omega 3, të rëndësishme për funksionimin optimal të trupit tuaj. Ato lidhen me përmirësimin e mirëqenies dhe uljen e rrezikut të sëmundjeve të rënda. Ai gjithashtu përmban sasi të larta proteinash shtazore me cilësi të lartë, minerale si magnezi, kaliumi, seleni dhe vitamina B. 2. Kale. Nga të gjithë perimet me gjethe, kale është mbretëresha plot e përplot me fibra, antioksidant, vitamina C, A, K1, B dhe minerale si kaliumi, kalciumi, magnezi, bakri dhe mangani. 3. Hudhra. E pasur me vitamina C, B1 dhe B6, si dhe kalcium, kalium, bagër, mangan dhe selen. Shumë studime sugjerojnë se alicinat e hudhra mund të ulë presionin e gjakut, kolesterolin e keq dhe gjithashtu të ndihmojnë në rritjen e kolesterolit të mirë, duke reduktuar gjithashtu rrezikun e sëmundjeve të zemrës, por edhe të kancerit. 4. Patatet. Patatet janë të pasura me minerale si kalium, magnez, hekur, bakër, mangan si dhe vitamin C dhe shumicën e vitaminave B. Ato përmbajnë pak nga pothuajse çdo lëndë ushqyese që ju nevojitet. 5. Mëlçit. Nga të gjithë organet, mëlçia rezulton deri më tani si më ushqyesja dhe më e shëndetshmja. Një mish i pasur me vitaminën B12, B2, B5, B6, A, niacina, folat, bakër, si dhe proteina shtazore me cilësi të lartë. 6. Sardelet. Këto peshë të vegjël përmbajnë pak nga pothuajse çdo lëndë ushqyese që trupi juaj ka nevojë. Ato janë të pasur me acide yndyrore omega 3 të shëndetshme për zemrën. 7. Boronicat. Ato janë të mbushura me substanca të fuqishme antioksiduese, disa prej të cilave mund të kenë efekte mbrojtëse për trurin tuaj. Gjithashtu, boronicat mund të përmirësojnë kujtesën tek të moshuarit, të ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe të luftojnë kancerin. 8. Të verdhat e vezëve, të quajtura ndryshe edhe si multivitamina e natyrës. Ato janë të pasura me vitamina, minerale dhe lëndë ushqyese të fuqishme duke përfshirë kolinën, luteinën dhe zeaxanthin, antioksidant që mund të mbrojnë sytë tuaj. 9. Çokolata e zezë. Çokolata e zezë me një përmbajtje të lartë kakaoe është një nga ushqimet më ushqyese që mund të konsumoni. Ajo është e pasur me fibra, hekur, magnez, bakër, mangan dhe shumë antioksidant. Studime të shumta të njerëzit sugjerojnë se çokolata e zezë mund të japë përfitime të fuqishme shëndetësore, duke përfshirë përmirësimin e qarkullimit të gjakut, uljen e kolesterolit të keq, përmirësimin e funksionimit të zemrës dhe trurit. 10. Ushqimet si gocat e detit, midhjet, kallamarët, sepjet, oktapodi, to butak janë ndër produktet më ushqyese në botë. Ato janë të pasura me vitamina C, D, vitaminat të kompleksit B, kalium, selen, hekur dhe zink, të cilat e ndihmojnë shumë organizmin ton të stabilizojë parametrat duke qenë i shëndetshëm.